Një dhomë rrëfimi dhe një deklarate dhe nga Rogerti për Mirin kanë nxitur spekullimet se dyshja nuk janë aq aleat sa paraqiten në Prime apo në përditshmërinë e tyre në Big Brother Albania V5. Rogerti ka reflektuar nga ai që ndodhi Prime-in e së martës për lëvizjet e banorëve. Në dhomën e rrëfimit ai shpreh se kundërshtarët më të fortë që kanë në lojë janë Selin dhe Miri dhe se Miri sipas tij u bë qefi kur ai doli. Ndihem shumë i dobët unë si Rogert, është njësoj si kur jemi në një garë dhe unë kam dalë për një orë gjysmë, tani duhet i kap t'i arrit disa banor. E di si do t'i kap, me mirësirdhje jo me ofendime. Asu nuk e njoh veten tamam, unë kam një problem, bëj shumë gjëra dhe nuk mbaj mend shumë, por e shoh që këtu brenda nuk kam kundërshtar më të fortë se Miri dhe Selin. Miri mezi prisi që unë të dilja, dëgjohet të thotë Rogerti. Ai vendosi të linte shtëpi në Prime-in e së martës pas komenteve të opinionistes Monika Kryemalli. Ajo komentoi debatin e fortë që Rogerti pati me Selin, që qëtçoi në vendimin e papritur të banorit për të dalë nga dera e kuqe dhe më pas vizitës në studio, ajo rikthye sërish në shtëpi, duke vijuar me të njëjtën strategji, duke baltosur, duke njëllosur dhe duke degraduar figurat e banorëve aty brenda. Mbetet për të parë se çfarë do të bëj në dasmën e cila do të mbahet sonde midis Selin dhe Gimbos.